Well, yesterday's gone. There's so much throughout the day that I had to learn. But I can see the headlights on the wall. I don't know they never Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Krishna. Pas gjetë një pajisje interesante, një qytetar. Një qytetar I cili po besoj që mbron një pjesë e madhe e Kosovës prej orës 10 deri në ora 12 ka pas reduktime shumë të mëdha, sidomos qyteti Pjesë I cili ka qenë nuk ka pas rrym, një pjesë e Prishtinës nuk ka pas rrym, po ashtu edhe një pjesë pothuajse gjithë Kosova nuk ka pas rrym. Imagjinoni jena tu jetu në vitin 2017, jemi jetu në një kohë ku flitet për një buxhet prej 5 miliardëve. Me një rritje ekonomike vitin arshëm buhet, për 5 miliardë këta një kemi rrim. Po, për 8% ose fiur edhe ma shumë. Edhe të njëjtën kohë kemi njërin që ka bu vetit zgjidhjen për faktin se nuk ka rrim, edhe duhet me furnizu shtëpinë e tij me poqa elektrik edhe me pas dritë në shtëpinë e tij. E na kemi vizitu për parimin, I cili ka bo një pajisje shumë interesante, që nuk ka shpenzu shumë, po që I hen shumë në funksion edhe në punë, edhe dhe thot ka drita në shtëpinë e tij, s'paku për ato 4-5 orë sa ka një mungesë të energjisë elektrike. Kjo mushet, po e ka përdor bobinën e bicikletës, edhe përmes saj ka bo që me hynë lëvizje edhe maqina e tij. Për çka është fjala, do ta shohim në vetë. Do të shohim. Në një punëtëri të vogël, diku në fushë Kosovë, dikush pja bën vetës zgjidhje. Është ky përparim Osmani. Larg fushës e tij, si përpunues I mermerit, përparimi po punon në diçka jo të zakonshme, por shumë e zakonshme për vendin ku jetoj. 17 vjet pas përfundimit të luftës, një pjesë e madhe e banorëve, sidomos ata që jetojnë në zona jo urbane, ballafaqohen me reduktime të rrymës. Ky problem e ka shtyrë këtë njeri të gjejë zgjidhje. Kjo milot që po doket është me do pjesë, me do pajisje, me thonë drejtën gati të thjeshta, po e kom arrit që me bo generator. Se kështu edhe pamin e ka generatorit, po ky është me, do më thonë, I ka do pjesë këtu mu edhe me t'i spjegu se qysh për cila pjesëve ku më arrit me bo. Këtu që po doken I ka një 2 bobina, janë generatora të vogël. Edhe këtu e ka këtë manometrin të regon sa për adhon rrym, edhe kjo më korniza si qysh po doket. Po, esenca krejt kësoj pune, t'i spjegoj edhe tjirant. Kjo është dinamo me bicikles. Shtynë bicikla modele pak më të reja që janë. E unë ja kum hjek ato telat ato, e kum marrë, dhe më thonë qysh për do këtë kjo është dhe kjo njëjtë e vetë se e kum gjërojës me dhonë pamje. Kjo është 6 volt. 6 volt, 2.4 watt. Po pe qisoj 6 voltshit, e kum arrit me bo 220 volt. Do më thonë 220 volt, sa I përket ndryqimit shtëpis, komplet, së do drita që ti ka, dhe 20 drita kom testu, pa pik problemi dhe I. Kjo elektromotori këtu që po doket, është elektromotor I ventilatorit të kero, që e ftof ujin. Po ne kumba kjo është veç sa për me sjell dinamën me dhonë rrotullime. Moment që të fillon me dhonë rrotullime, që më sjell dinama, kjo prodhon rrym. Do më thonë që kjo është generatori kryesor që prodhon rrym. Kjo është veç sa për me bëj ato rrotullimet me rryp. Që kjo jep energji kësaj, po të njëjtën kohë e mush edhe këta, apo? Po, kjo dinama, se që kjo elektromotori I ventilatorit të kerit, është furnizohet për kësoj baterisë. Kjo është dhe sa me aborë rrotullime dinamës. Edhe kjo këtu që po doket, këtu janë montune dhe pajisin mrena. Kjo është, kjo është, kur është në rrym, kur ka rrym qytetit. Do më thonë, e mush baterin sa ti duhet. Po, në rast që nolet rryma, kjo ndron automatik. Do më thonë, është nuk thejet automatik me këtu releja që I thujmë na.
Pe orës 2 u nolë rryma. Edhe kështu, shumë shpesh nolet rryma. Edhe unë këto shfrytëzoj për ndryqim, do më thonë 3 orë, 4 orë, asa do që të nolet rryma, unë e lëshoj këto edhe pa ndryqim nuk jam. Barema, të provojmë. Po. Po bënë se rrymë s'kena. Jo, rrymë s'kem, pe orës 2 nuk ka rrymë lat. Tash është ora 7 i mbrami. 7. Ato e në orë, apo të thëtë që kena ditë që s'ka rrymë, edhe me përmu pajisjen e përparimit. Po, milat. Hajde. Po, që veç një sekund. Me kitë kabëll do më thonë që në gjitë këtu, Po, i shtenëm drita, të i ledhëm të i ledhëm komplet shpija është e lidhne. Pet, lema. Hajde. Sëni drita në nalë. Po veç, sekund. Hajde. Hajde. Në një kohë, kur ky njeri dhe të tjerët ballafaqohen me reduktime, ai siguron dritat për shtëpinë e tij për disa orë. Shpenzimet për ndërtimin e mjetet të tij ishin afro 100 euro. Sa unë e këmë testu, dhe në 4 orë e këmë testu, pa problem kam bo. Për ma shumë nuk e këmë provu, a dhe në 4 orë pa problem. Po, këtu dhe izën dritat, mundi mi po. Jo. Që edhe tjera. Po mundi me shku dhe ndrano mi po tjera drita. Okej, dhe i të në gjema një më të dhe i të. Që? Dëm, Eliza. Ulez, kushina. Ulez, do martitës. Hajde të provojmë dhe këni. Najnë edhe këtë tjetër të këtyrim. Tamam, mjaftën. Shumë interesant që pas ka gjithë zgjidhje vetë, që shme majtë. Sidomos këtë kohë, kur do të të reduktimet mrama e pamë se sa eshin, kështu që pse jo, e ka bu vetë e zgjidhjen, dhe do të shohim edhe mrijem edhe disa prej, do të përcelim këtë njeri, se i ka bu edhe disa mjetet tjera, të cilët furnizojnë shtëpinë e ti me rrymë, po në ditë me mrijem do të cilim edhe astoj.